Të dielën duke nisur nga ora 02:00 e datës së 30 mars, akrepat e orës do të shkojnë 60 minuta para. Kjo do të bëjë që të humbasim 1 orë nga gjumi i mëngjesit, duke u zgjuar më herët. Qëllimi i ndryshimit të orës është për të përfituar sa më shumë nga energjia diellore si dhe kursimi i energjisë elektrike. Prej vitit 1981 u vendos ndryshimi i orës që përfshin të gjithë Evropën, ku në shumë shtete të saj akrepat lëvizin 60 minuta përpara. Norma evropiane përcakton në mënyrë të qëndrueshme datat e fillimit të periudhës së orës verore, ku akrepat lëvizin 60 minuta para dhe orës së dimrore kur ajo shkon 1 orë pas. Ndryshimet bën të dielën e fundit të marsit dhe dielën e fundit të muajit tetor. Ndrimi i orës ka si qëllim kursimin e energjisë elektrike dhe shfrytëzimin e dritës së diellit. Pas ekuinoksit pranveror, dita fillon të zgjatet dhe kulmin e saj e arrin në 22 qershor me 15 orë ditë dhe vetëm 9 orë natë. Ora verore do të zgjasë deri te dielën e fundit të muajit tetor, ku akrepat do të kthehen 1 orë pas.